Albin Kurti, një njeri që din shkrim e lexim, ne ta lexon çka ka nënshkruar në Vjenë në vitin 2023 dhe në Ohër. Ato janë vetë menaxhimi që krijon një potencial tepër të rrezikshëm të serbëve në atë pjesë. Këtë arsyetohet KQZ-ja, po kompania absolutisht nuk kanë të drejtë. Madje ata duhet me marrë përgjegjësinë KQZ-ja që ka leju në atë formë. Ti merr flet votimet me gabime teknike. Çdo njeri që ka punu pak a shumë, jo vetëm në komisione komunale, e në qendër, po edhe në shtyp shkronja e thonë, kjo nuk mund të ndodhë. Absolutisht nuk mund të ndodhë, edhe blokat paragon kur bëhen, dhe për shtyp shkronja më të thjeshta, e jo mund atë që i ka marrë mbi gjys milioni euro, i ka marrë në tender për të bërë ato flet votime, të cilat janë normal që janë sensitive, prandaj edhe do të duhet me qenë shumë të përgjegjshëm ata njerëz. Po posaçërisht, po e lëm krejt, po e lëm fushatën terrorizuese që ka bën kreu aktual në detyrë i qeverisë. Albin Kurti me kandidatët, me gjithë qeverinë, me gjithë potencialin, me gjithë shtetin, makina, me gjithë çka për çdo ditë, madje edhe ditën e diel, edhe ditën e votimeve, me gjithë atë presion. Po sidomos KQZ-ja me këto parregullsi, të cilat mundohet të janë ashkaloj, ti bësh i gabim teknik dhe ti mbyll, hajt që, po i rinumrojmë, po si mund të ndodhë votimi të del nga kjo qendër, del me një shkollë që ka kilometra larg. Edhe rasti tjetër, për me dyshu me bazë, jo vetëm PDK, po të gjitha partitë madje, ku janë dëmtuar, kanë të drejtë, sepse vetë kjo KQZ e bëri situatën edhe në zgjedhjet qendrore të Nanshkurtit. A e dini sa i ka zvarrit rezultatet? Me muaj të tërë, u ndal sistemi, ra sistemi, me të rezultatet e mbi 55% edhe nuk e heqin nga sistemi. Pse zgjesti fokus në Mitrovica? Sepse Mitrovica, e kemi thënë vazhdimisht, Albin Kurti prej momentit ku ka nisë me i qakurdu raportet me aliatet tanë, edhe me Amerikanët, si sponsorist pavarësisë, pra të lirisë të pavarësisë, o ditë sa e ka potencialin aty. Gjithçka për me i hesht gjithë ato gabime që i ka bërë. Albin Kurti, një njeri që din shkrim e lexim, ne ta lexon çka ka nënshkruar në Vjenë në vitin 2023 dhe në Ohër. Ato janë vetë menaxhimi që krijon një potencial tepër të rrezikshëm të serbëve në atë pjesë. Prandaj, fokusi i tij ka qenë me kriju zhvillime me pasoja të cilat do t'i vuajnë popullata jonë. Dhe tash ai mundohet edhe me këtë qeverisje komunale për me rujt atë fokusin e tij dhe atë mitin e tij se veç ky e ka shliruar atë pjesë, ky mund ta mbaj edhe kush e mban me Faton Pecin kryetar. Këto janë pralla. Pra, kjo është sikur që Bram po i dëgjoj njerëzit, tha po, Arjan Tahiri babën e ka pas luftetar të QK-s. Edhe vetë ka qenë fëmijë, po babën e familjen të angazhuar, ndërsa pala tjetër absolutisht, edhe pse ka qenë i pjekur e tjera, nuk kanë pjesë në luftën për çlirim. Pra, kush ma tepër se saj që ka kontribuar edhe me sakrificë, me gatishmëri për sakrificë, ja din vlerën ma shumë qytetit Mitrovicës ose qytetarëve të asaj pjese. Herët ta vënë njerëzit do ta kuptojnë, po do t'jetë vonë. E kjo situatë që ka kriju Albin Kurti, i konvenon vetëm Albin Kurtit për me e shty, me mbajt gjendjen e tillë edhe me e rujt atë mitin të njerëzit, po them qartë, trush për larë, cilët nuk shohin ma larg se sa 2 metra. Shohin vetëm Albin, edhe pavarësisht se ky absolutisht jo 2 vjet, po krejt mandatin e ka zhvilluar pa u taku me njerëzit ma kryesor të Amerikës.